Një muaj përpara zhvillimit të zgjedhjeve të pjesëme lokale në 6 bashkitë të vendit Tiranë, Vlorë, Tepelen, Mac, Rrik dhe Berat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur planifikimin e të gjithë procesit për të garantuar një mbarvajtje të rregullt. Në një konferencë për media, kryekomisioneri i Lirian Celibashi bëri të ditur se shpenzimet paraprake për organizimin e këtyre zgjedhjeve arrin në 306 milion lek, duke përfshirë pagat e personelit angazhuar, identifikimin elektronik të votuesve dhe logjistikën e plotë të zgjedhjeve. Në një vlerësim paraprak që kemi bërë kostove të këtyre zgjedhjeve, duke përfshirë personeli që do të angazhohet, identifikimin elektronik dhe gjithë pjesën tjetër të logjistikës zgjedhore, kemi një vlerë të rreth 306 milion lek prafërsisht. Celibashi u ndal dhe te dekretet e shpadhura nga presidenti Bajram Begaj, duke sqaruar se roli i KQZ-s është ekskluzivisht organizimi teknik dhe administrativ i procesit zgjedhor. KQZ nuk mund të vërë në diskutim çfarë është zhvilluar nga çdo pikpamje, po natyrisht ligjore dhe kushtetuese, deri në daljen e dekretit. Detyra e institucionit KQZ-s është që të përgatisë procesin zgjedhor për të 6 bashkitë dhe nuk e ka fare të lejuar të vërë në diskutim dhe të debatojë nga çdo pikpamje vendimarrjet qoftë institucionit të presidentit të Republikës apo dhe të Këshillit Ministrave apo të ndonjë institucioni tjetër. Sipas Celibashit, fushata elektorale për të 6 bashkitë do të zhvillohet brenda një jave. Kemi parashikuar që fushata zgjedhore të zhvillohet nga data 1 nëntor deri në datën 8 nëntor. Ndër të tjera, Celibashi referuar aplikimit të votimit elektronik është shprehur se është akoma në fazë diskutimi, por që shihet si arsyeshme për të aplikuar votimin elektronik në zonën numër 10 të Tiranës. Maksimalisht mund të jetë përsëri zona njësja numër 10 në Tiranë. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Sali Berisha u shpreh kritik ndaj vendimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj për shpadhjen e datës së zgjedhjeve të Tiranës, ndërkohë që çështja e shkarkimit të Erion Veliajt po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Berisha e përshkroi dekretin si një akt të turpshëm dhe akuzoi kreun e shtetit se po fshihet pas këshilltarit të tij, ish ministrit Ilir Rusmaili, duke quajtur presidentin skllav të krimit.